Turisti gjerman dëmton këmbën në Valbon, policët e transportojnë në krah. Rreth orës 13:15, sallë operative e Komisariatit Policisë Tropoj ka marrë njoftim se në vendin e quajtur Maja Rosit në Valbon, një shtetas gjerman turist duke eksploruar Alpet e Valbonës ishte rrëzuar e përpasoj kishte dëmtuar këmbën. Menjëherë, pas marrjes njoftimit, shërbimet e Komisariatit të Policisë Tropoj së bashku me ekipin mjekësor të Spitalit të Tropojës janë nisur drejt adresës së dhënë. Prej 2 orësh kërkime, shërbimet e policisë lokalizuan turistin gjerman, një 68 vjeçar i cili u transportua nga shërbimet e policisë deri në rrugën e makinave, më pas u transportua drejt spitalit me autoambulancë. Turisti ndodhet në Spitalin e Tropojës dhe është jashtë rrezikut për jetën. Drejtoria vendore e Policisë Kukës është e angazhuar maksimalisht në përmbushje të detyrave për garantimin e rendit dhe sigurisë, parandalimin dhe goditjen e palishmërive dhe ndodhet në ndihmë të qytetarëve, vizitorëve dhe turistëve në rast nevoje.